بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خير المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل يذكر نوتوت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Me të vërtetë në ndryshimin e ditës e natës. Inna fi khalqi samawati wal ard, me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe ndryshimin e ditës dhe natës ka argumente për të Zotut e mendjes. Allahu azza wa jalla në shumë ajete në Kur'an na nxit që me medituar në krijesat e Allahut azza wa jalla. Pra dhe kur dalim pra letjet e kjo plus bashkimit vllazërisë, njohjes midis njëri tjetrit, po dhe me meditu në krijimin e Allahut azza wa jalla. Ujin, mal pemët, qiellin që ne shikojmë, me meditu dhe me madhëru Allahun azza wa jall për këto gjëra. Brekosat që përtasin aty. Me meditu dhe ajo nuk ka kriju kot. Allahu azza wa jalla s'ka kriju kot. Allahu azza wa jalla në Kur'an وإن من كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Dhe se çdo gjë i bën tasbih Allahut, e madhron Allahun. Por se ju nuk i kuptoni tasbihat, madhërimet, përmendjen që i bën Allahu azza wa jall krijesa të tjera. Kjo brit mund të jetë edhe një tasbih, që mund të bëjë Allahu azza wa jall. Pra e gjitha që njeriu me medituar në krijimin e Allahut azza wa jall, udhëtimet që i ban, le ta lidhi me këtë gjë, që le të shikoj madhërinë e Allahut azza wa jall, le të shikoj se si Allahu i ka krijuar, se si i ka vendosur në mënyrën më të përkryer dhe ta madhëroj Allahun azza wa jall. Këto janë udhëtimet e hajrit. Vërtet ne si besimtar nuk kemi ndaluar me u argëtu. Ne kemi ndaluar të ndaluarat, ama argëtimet, lojrat, udhëtimet, to duhen dhe Allahu na thot wala mesiru fil ard. A nuk po eci nëpër tokë, me eci nëpër tokë, me shëtit, me gjezdis, me pa dhe me madhëru Allahun azza wa jall. Pra për plus bashkimit, plus shefit, një të gjë ne e kthejmë në adhurim. Në adhurim, pse bashkimi, këshilla për hir të Allahut azza wa jall, përmendje e Zotit, i edukon një të lartë, dhe Allahu na mëson që kur udhtonte dhe kishte i lartësi thosh Allahu ekber. Pra e lidh udhtimin me përmendjen e Allahut azza wa jall. Kur rrinte në një vend, si do i dërgoj Allah, kur shulet në një vend dhe thot lutjen e udhu bi kelimatil tammati min sharri ma khalaq, pra i kërkojmë mbrojtje Allahut azza wa jall, për fjalët e Allahut azza wa jall, për të keqes që çdo gjëje që ai ka krijuar, s'ka me gjetur gjë derisa të ngrihet. Pra me lidhur udhtimin, me i lidhur qefet e kësaj dynjaje që janë të lejuara me adhurim. Pra siç e ka thekë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allah na bashkoft gjithmonë dhe na i shtoft të udhtimet, bashkimet dhe na forcoft në iman. Dhe na mëson që me këshillu njëri tjetrin gjithmonë për në të mirë dhe për durim. Amin.